Syfir i shpejt, i lehtë me bukë bajate. Me siguri shumica nga motrat kanë problem me bukën bajate që u ngel. Nuk dinë se çfarë të bëjnë, kam sjell një ide se si ta shfrytëzoni të përgatitni një syfir të shishëm të shpejt i cili u mban ngopur gjatë gjithë ditën. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e këtij syfyrit shumë të shpejt. Me siguri në Ramazan do ju ngele shumë bukë bajate dhe që mos ta hedhni mund ta shfrytëzoni në këtë mënyrë të përgatitni një syfir të shishëm dhe të shpejt pa lodhje. Ja vlen motra dashura me provu këtë recetë. Unë këtu kam pothuaj një bukë bajate, vetëm një pjesë e kam largu. Një bukë mund t'i përshtaten gjithë përbërësi që do ja hedhi. Tash morim dhe prejmë bukën kështu në copsa të holla në feta. Morim fetat dhe i prejmë në furnë katrore, në katrore të vogla. Prejmë kështu. Bukët e coptuara i hedhim në një tepsi. Në tepsin kam shtruar letër për pjekje. Nëse nuk shtroni letër për pjekje dhe keni shumë vështirë ta largoni masën më pas pjekjes. Në këtë mënyrë vazhdoj me coptimin e gjithë bukës. Kam vendosur gjithë bukën në tepsin, tash marr gjallë, kështu. Dhe i vendos si sipër në disa vende. Unë kam nga ky gjalpi i bukës, pëlhyrjet e bukës, më e mirë të del masa më pas. Gjalpi vendosni më shumë më pak, varet nga dëshira. Ja kam vendosur gjalpin sipër dhe tepsin tash do e fus në furrë nxehtë 180 gradë, mirëpo duhet që t'ja gjeni programin që është me frymë dhe në atë temperaturë do e pjekni për 10 minuta. Derisa buka është në furrë, ne përgatisim masën për zbutjen e bukës. Në një enë të madhe shtojmë 3 vezë të plota. Një gotë 200 ml shemekas. 100 ml me ajk të kripur apo hotlla. Nëse nuk keni mund të shtoni qumsht, mirëpo me hotlla bëhet shumë e mirë. Shtoni gjallë sipas dëshirës, gjallë të butë. Pak spec të shtypur dhe një lugë të mesme me degil. Masën e përzim mirë, gjërsa ta fitojmë një masë të mirë të rajshme. Pasi kam përzir mirë masën, bukën e largoj nga furra. Gjalpi ka filluar që të shkrihet, ka një aromë shumë të mirë dhe masën e përgatitur ja hedhim bukës sipër kështu dhe hedhi lug. Mundohem çdo pjesë të bukës ta mbuloj me masën e përgatitur. Kam hedhë gjithë masën sipër, tash me lugë mundohem që ta shtypi kështu masën, që ta bëj më të qullosur. Bukën duhen ta zbos mirë bukën.
Kam zbut mirë bukën. Tash sipër doja hedhi pak keqap. Në sipërfaqe. Bëhet një lloj pice, dhe po më e shishme se pica është. Tash masën përsëri e përhapi kështu. Shtoj pak kashkavall të bërë në rendre. Sipër kashkavallit do hedhi pak suxhuk dhe sallon të coptuar. Ju mund të shtoni çfarë do lloj mishi që u qëllon në shtëpi, mish timusur, suxhuk, jogspule, varet se çfarë keni në shtëpi. Sipër pak origano. Këto mosa janë përshtatshme për 4 persona. Dhe tepsien e kthejmë në furrë nxehtë 200 gradë për 25 minuta. Furra duhet të jetë në gjendje normale, jo me fryrje. E kam largu nga furra, ka një aromë shumë të mirë. Lojmë që çtohet pak dhe është gati për konsumim. Dhe syfyri është gati. Ta ndojmë një pjesë dhe t'ja shihni vrencien. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Siç e kam thënë edhe gjatë videos, ngjason shumë me picën. Ja dhe si duket nga mbrencia. Besoj si u ka pëlqyer motra të dashura mënyra se si përgatis unë syfyr me bukë bajate. Gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë. Ju falinderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.